Zonja e Zotërinj. Unë jam kryetari i Partisë Paqes Legut dhe Ballekut, i njoftojmë nga Parisi. Ne kemi programuar një program për të gjithë njerëzit në të gjithë botën, në Shqipëri në të gjithë botën. Programi jon është do i punësojmë të gjithë njerëzit, do japim punë dhe do heqim lekun nga qarkullimi në popull, në dorët e popullit dhe do ju japim karta krediti me pik lek në kartat tuaja. Fillimisht vitin e parë do japim 500.000 euro që ju të bleni gjithë shka që keni nevojë. Me këto 500.000 euro do ndërtoni dhe zhvilloni vendet tuaja të blini gjithë shka që keni nevojë. Do heqim lekun nga qarkullimi dhe do ju hedhim pik lek në kartat tuaja. Pagesa nëpërmjet biznesmenit, të punëtorit ose fermerit dhe blerësit do bëhet me çek. Ne do fusim në qarkullim çeket një përdorimsh që çdo fermer dhe biznesmen ose punëtor dhe blerësi ku të blenja të shesin të përdorin çek. Çeket do ja japi shteti të gjithëve. Të gjithë do punoni me çek dhe me pik që do keni në kartat tuaja nëpërmjet kompjuterëve. Pikët që do i keni 500.000 euro në kartat tuaja do blini gjithë shka që keni nevojë. Të ndërtoni dhe zhvilloni ekonominë dhe të ndërtoni shtetet dhe vendet tuaja. Me ne do fitojnë të gjithë. Ne nuk do lëmë asnjë njeri të veçantë. Ne pa parashtim çdo njeriu do i japim rroga të larta. Çdo mësuesi, doktori, polici, artisti, muzikant, edhe gjithë çka që keni zanat, çdo punëtor dhe invalidët dhe gratë shtazana, ne do japim rroga për një punë 300.000 euro dhe për 2 punë 500.000 euro. Nëse një njeri do të bëj punën e dytë, një punë të dytë si polic, do të paguhet nga 300.000 euro për një punë për zanatin që ka të tij dhe 200.000 euro si polic, 500.000 euro në vit për 2 rrogat. Zonja Zotërinj, programi jon është i të gjithë njerëzve që të bëhen të pasur dhe të zhvilluar. Ne do zhvillojmë vendet nga varfëria ekstreme dhe do i ngrem në lartësinë e duhur dhe me pasuri të gjithë. Të ndërtoni gjithë çka që keni nevojë dhe mos të vuani dhe mos të keni mjerim në familjet tuaja. Me kartat e kreditit ju do keni të drejtë të blini gjithë çka që keni nevojë. Kartat do punojnë në çdo dyqan, supermarket, biznes, benzinato dhe në tregun e ushqimoreve. Në çdo vend, ju do punoni me karta krediti dhe lekët që do hidhen 500.000 euro në kartat tuaja. Çdo njeri në rrogën e tij, në rrogën e tij që do marrin, do paguhet 300.000 euro në vit për një punë. Këto 300.000 euro do t'i jepet çek nga pronari i tij dhe çekun do ta marrin ta çojnë ta thyrë te banka. Dhe banka do të hedhin, do t'i marrin çekun dhe do t'i hedhin pikët e lekët në kartat e krediteve dhe njerëzit dhe populli do punojnë me kartat e krediti nëpërmjet pikëve njëri me tjetrin. Zonja Zotërinj, me ne nuk do jetë asnjë i anaksuar në varfëri. Të gjithë do jenë me shtëpi, të gjithë do kenë punë dhe do kenë mirëqenie të gjithë.